kemi folë për astrofizika, po historia, kultura. Të mërshme, bre, kam ftuar që ka ky, mentori ndeti më pak se 10 orë në shtëpi, se tha e të mërshme, ku ndodhem, po iki. Si mund t'i marrësh opinionin dhe ta ftosh mentorin t'i japësh kohë televizive, vëlla? Edhe vazhdoj dhe me gjithë respektin si njeri që e njoh dhe individ, të njëjtën gjë do të më thosh edhe me mentori. Për shembull, unë tek ferma deta një muaj e pak. Që kalova një mushin, jo 10 orë. Dhe prapë refuzohet t'i ke në shumë gjëra se thoja o vlla, ka ndodhur shumë gjëra pasi unë jam larguar. Si mund t'i ke t'jap një opinion, kupton, sado fermer, sado unë mund t'jap opinion deri 1 ose 2 javë pas eliminimit, kaq. Po ti eliminuar orët e para që ke në Big Brother dhe ke guxim të kesh dhe opinion, no. Ose më mirë se u shpreha gabim, opinion ti mund të kesh, po të kesh guxim të kërkosh kohë televizive që të shpresh opinionin tënd duke e komentuar nga jashtë, no. Edhe opinione për të tjerët, kush ka qenë dhe kush s'ka qenë. Jo pra s'mundesh. Aladin për shkak se po duam Aladin? Aladin mo. Aladin më fal se. It's okay. Jo se Aladin apo ju kanë kanë vogël shumë. Do ta falenderosh ata Albon se kisha njerëz që sa dinin as emrin. That's true. Domethënë, mbase ta njërin nuk ka sa dhe emrin e shefis ta njërin gjithë. Faleminderit Alba. Qysh e ka kryer një debat ndoshta pak më agresiv dhe më Domethënë, mentori ndeti 10 orë dhe mbas 103 ditëve shkoi aty për dhënë opinionin e tij se si u duk loja. E ka simbolizuar Cheers to that. Veçoj lëndrimin edhe konveçua edhe jashtë, sepse ka qenë shpirt shumë pozitiv në këtë. Se nga brenda e veçove ti, në ato 10 orë lëndrimi as nuk ishte personazh. Dhe di që këto videot e mia I shkojnë produksionit edhe me çfarë ti ke parë. Asaj tipes, prezantuesve, kupton, I shkojnë sepse ndodhin gjatë Big Brotheri si habim më zhdukur, më kam bërë shumë njerëz jam follow se jam prekur. Jam klekur emocionalist, kanë qarë, kanë thënë ky legeni, si guxon. I don't give a shit, nuk e rruaj fare. Madje më pak budallej në listën e followers. Edhe normal mendoj që gjithë kjo finale nuk ka të mftonin dhe mu, më vlla, unë isha më aktiv se mentorin Big Brother. Kam humbë çdo premte, çdo të hënën nga jeta ime për 3 muaj, edhe ftonin mentorin të japi opinionin e tij si ish banori Big Brotherit. Are you kidding me? Nisa, jo mua zon fton të kur, se s'ka guxim. Por gjithsesi, si mund të ftosh? Jo po të ftohej Donna James, të komentoj këtë Big Brotherin. Same duket mua. Një njeri inekzistent që komenton një Big Brother aktual, inekzistent në Big Brother aktual, jo inekzistent si individ. Pra, një banor nga një Big Brother tjetër të komentoj këtë Big Brother, kështu duke edhe mentori mua vlla. Mentori hyri kisha pritshmëri gjigant dhe thash ky do bëj nami duke njohur se është shumë çuni mirë, shumë luftarak, kështu dhe hoqi dorë. Dhe ma, why I have to listen your opinion, man? Se do thon flet anglisht. Pse duhet të dëgjoj opinionin ta Lale se si ti e mendon lojën?